Ligjet me procedurat të përshpejtuara ose të shqyrtimit me precedencë janë bërë mod kohët e fundit në kuvend. Pasi mbrapa secilit prej këtyre ligjeve qëndron një ose një pakicë klientësh të qeverisë. I tillë është edhe ligji i sotëm për Bankën Shqiptare të Zhvillimit. Qeveria, me taksat e shqiptarëve, nëpërmjet buxhetit të shtetit dhe me paratë e qytetarëve në formë kursimesh, po krijon një bankë shtetërore me qëllimin e vetëm për të financuar projektet korruptive dhe ose edhe ato biznese për të cilat bankat kërkojnë garanci dhe refuzojnë dhënien e kredive. Po cilët janë ato të parët që do të detyrojnë të hapen një llogari në këtë bankë? Të parët janë pensionistët, që në fund të 2023 qeveria mirëritoi ligjin për llogarinë e pagesave me shërbime bazike, ligj i cili nuk arriti të zbatohej për shkak të mos shtrirjes të rrjetit bankar veçanërisht në zonat rurale. Dhe tani po i përfshin në rrjetin financiar dhe bankar edhe ato pjesë të popullsisë të papërfshira. Parashikimi që Banka e Zhvillimit të mbledh fonde nga publiku nëpërmjet postë shqiptare është një risi, por ngresh shqetësime, pasi mbart rreziqe të larta për kursimet e shtetasve shqiptar. Dhe qeveria e ka parashikuar që me taksat e shqiptarëve, pra me taksapaguesit me lekët e tyre, do të garantoj 100% edhe kursimet që do të depozitohen në këtë bankë. Prezantimi për këtë ligjit u fillua me të dhëna makroekonomike për 10 vitet e fundit. Prodhimi për brendshëm nominal mund të jetë rritur 2.5 herë, pasi e gjithë bota ecë përpara, por sektoret kryesor si bujqësia dhe prodhimi industrial të shohim si paraqiten në ekonominë shqiptare. Bujqësia është me rënje që nga viti 2021 në kontribut në prodhimin e brendshëm bruto, me minus 1.68, minus 4.83, minus 1.82 dhe minus 2.54 në 3 muajin e tretë të këtij vitit. Viti 2024 ka rënje të theksuar të industrisë në 3 tremujor të këtij vitit, me minus 7.73, minus 8.71 dhe minus 4.04. Me datën 13 mars, Instat publikoi statistika mbi ndërmarrjet e vogla të mesme për vitin 2023, nga ku rezultoi se kompanitë me më shumë se 250 punonjës janë në rënje me 7%. Janë mbyllur 12 të tilla. Rënje kishin ndërmarrjet e mesme me 50 deri në 249 punëtor, 20 të mbyllura. Në total, janë 32 ndërmarrje në sektorin e industrisë, që është një nga punëdhënësit kryesor në vend. Po presim statistikat për vitin 2024, ku goditja do të jetë edhe më e fortë për shkak të zhvlerësimit të erës. Ekonomia shqiptare nuk e ka drejtimin nga prodhimi bujqësor, por nga ndërtimi, aty ku qarkullon e pastrohet paraja informale. Por edhe aktiviteti i ndërtimit, për të cilin po dhuroni edhe tokat dhe pasuritë publike në favor të oligarkëve, ka një rënje. Shqipëria renditet e fundit në rajon për shumë aspekte, por nga një raport i Organizatës për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillim, OECD-ja, është e fundit në përmirësimin e klimës së biznesit. Në 10 vitet e fundit, Shqipëria ka bërë hapa pas. Korrupsioni, dobësitë ligjore dhe punësimi informal janë fushat më të dobta. Bizneset konkurrohen nga sektori informal ose nga kompanitë e privilegjuara. Tatimi i lartë mbi pagat nxit punësimin informal. Tatimet, edhe pse kanë struktura për ndjekjen e borxheve dhe mbledhjen e të ardhurave, tek dhënat zyrtare në fund të vitit 2024 rezultojnë me një borxh tatimor të rritur, i cili ka arritur në 162 miliard lek me një rritje 4.7% në krahasim me vitin 2023. Borxhi i sigurimeve shoqërore të papaguara ka arritur në 24.4 miliard lek me rritje vitore 8.4%. Dhe rezulton se borxhet më të madh e kanë ndërmarrjet publike dhe kryesojnë ujësjellsat, të cilat qeveria nuk mund t'i bllokojë aktivitetin si sektor strategjik. Pavarësisht se çmimi i ujit është rritur gati në gjitha bashkitë e vendit,
por kryeson Bashkitë e Qytetit të Shkodrës. Nga 1 janari, një familje me konsum mesatar prej 12 metër kub ujë e paguan 550 lekë më shtrenjtë faturën e ujit, duke kulmuar në fushars ku rritja është 700 lekë në muaj. Rritja e çmimeve vazhdon për produktet ushqimore pavarësisht uljes së inflacionit. Emigracioni vazhdon në masë. Rreth 40% e fuqisë punëtore të Shqipërisë ka emigruar jashtë vendit, sipas raportit fundit të Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin. Dhe qeveria lavdërohet se ka rënë niveli i papunësisë në një kohë që 44.000 shqiptar kanë marrë shtetësi në Europë gjatë vitit të kaluar. Në vitin 2023, 11% e emigrantëve europianë në SBA ishin shqiptar. Atë shqiptarët ikin për mungesën e sigurisë së jetës, për paga më të larta, për shërbimet më të mira shëndetësore dhe për një jetë më të mirë të fëmijëve. Si mund të ketë siguri kur janë 10 zona kadastrale të cilat janë përcaktuar në bazë një studimi që do mbyllen me hashash? Janë në të gjithë Shqipërinë, kur cilësia tokës është e përshtatshme. Janë të përjashtuara zonat me intensitet të lartë bujqësor, siç janë Myzeqeja dhe Korça, por Shkodra është e gjitha e përcaktuar si një zonë që do të mbyllet me hashash. Shëndeti. Shqiptarët kanë vështirësi financiare të paguajnë kujdesin shëndetësor dhe dentar. Ky është raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shqipëria e bumit turistik dhe zhvillimeve të vrullshme që propagon qeveria ka një problem mallor. Populli i vuan për bukë. Organizata e Kombeve të Bashkuara raportoi se 1/3 e popullsisë shqiptare ka pasiguri ushqimore. Shifra është bërë publike nga një raport i FAO-s, i cili e vendos Shqipërinë si vendin më problematik në Europë, ku një pjesë shumë e madhe e popullsisë e ka të vështirë të sigurojë ushqim, duke bërë hapa pas në objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm. Sipas raportit, në periudhën 2021-2023, 32.2% e familjeve shqiptare vujnë nga pasiguria e moderuar ushqimore, ndërsa 8.2% e popullsisë shqiptare vujnë nga pasiguria e rëndë ushqimore. Edhe ky projekt ligj është në kuadrin e ligjeve porosi në funksion të interesave të klientëve pranë qeverisë. Siç ishte paketa e maleve, një projekt ligj i paraqitur nga qeveria në mungesë totale të transparencës dhe konsultimit publik. Projekt ligj i cili kur u depozitua në kuvent nuk ishte ndryshuar vetëm titullin, por 80% të përmbajtjes, i kundërshtuar publikisht nga 35 përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve të ndryshme. Dhe përsëri edhe gjatë diskutimit në komisione u ndryshu përsëri gati në të gjitha nenet. Paqartësia në ndarjen e pronësisë në zonat malore, ngre shqetësime serioze për sa i përket konflikteve sociale dhe hapësirës që krijon për korrupsion. Me privatizim të padrejtë pronës publike, që në fakt është private, do të përfitojnë individ apo kompani të lidhura me pushtetin. Kryeministri ka ngut të miratoj për të plotësuar kërkesat korruptive të investitorit strategjik të rallës, të cilët pasi shkatruan gjithë Bregdetin, po i kthehen zonave malore për të shkatruar edhe ato, gjoja në mbështetje të turizmit malor. Rajoni i Veriut, më i varfri, po penalizohet edhe nga tarifat për kalimin në rrugë. Të gjithë segmentet e autostradës në Veri po bëhen me pagesë, dhe këto pagesa janë më të shtrenjtat në Europë. 1 nga 4 autostradët me të shtrenjta në Europë është ajo e Kasharit, sa i përket tarifës, ndërsa e krahasuar me fuqinë blerëse, ajo është edhe më e shtrenjta në Europë. Deri tani qeveria ka tenderuar 4 segmente të këtij korridori dhe të gjithë janë me pagesa. Dhe pagesa vetëm po të shohim Milot Thumanën, shohim se koha e lëvizjes, qëndrimi në rallë për të paguar kontratat e koncesionarëve të rallës do të vazhdojnë për çdo ndërtim të rruge.
Ky është trajtimi që qeveria po i bën, jo vetëm shkodranëve, po gjithë veriut, të gjithë emigrantëve shqiptarë që kthehen në linje, të mira pushuzve, gjithë kosovarëve që vinë gjatë sezonit veror në plazhe në Bjeshk në drejtim të Shëngjinit, Velipojs, Alpeve, Durrësit, të gjithë vizitorëve që hyjnë në Shqipëri nga pikat kufitare. Milot Balldrani është segmenti i 5 koncesionar dhe ka një gjatësi 17 km dhe do të kushtoj 182.5 milion euro vetëm si kosto ndërtimi. Dhe duke ju rikthyer ligjit të sotëm, Partia Demokratike angazhohet të mbështesë prodhimet Made in Albania dhe çdo sipërmarrje eksportuese nëpërmjet skemave transparente, me impakt real dhe në bashkëpunim me sektorin financiar në vend. Kjo është e vetmja mënyrë për të garantuar një Shqipëri realisht mallshtore.